dollarin, dollari po atë rritje të 103, shikoj testimi, rritje. Këtu ishte mundësi e mirë për të tregtuar eron short, afat shkurt për flasim. Prandaj unë shikoj dollarin. Pastaj mendoj që mund të ketë një farë rezistencë këtu ose këtu, është për të parë, se kemi edhe këtë vizën këtu, është për të parë se ku do kapi rezistenca, dhe vazhdoj prapë për poshtë uljen, se Trumpi po mundohet që ta uli dollarin për arsye ekonomike dhe për të pagu borxhet edhe ca faktorë të tjerë. Nafta, se pak si nga dalë kompjuterit tani, po se kam ide pse, si dhe like, në rritje, po rritje të kanë dalë, unë kam fillu që qikë prapë aksionet e naftës si Oxy, por du të kenë një rritje më të madhe. Gjelluar për nivelin $25 po thosë për muaj. Më të kenë një dip tani, ndoshta një dip nafta, dhe kjo do jetë zona e prillit. Kur sot me zona e prillit një thyrje serioze, dhe pastaj mund të tregtojmë aksione nafte. Tjetër që du të shikojmë është floriri, gold, që pati këtë rritje deri te 3600 dhe kuptohet që ku arrin këtë lloj ku ka këtë lloj trendi do të bëjë një farë dipi normal. Edhe ka bërë dipin, ndoshta bën edhe një dip më thellë dhe fillon bën hapet që mund të shkojë deri te 3200 për mendimin tim deri në fundi i vitit. Është për të parë situata. S'po m'pëlqen kjo, pak, është një shenjë dobësie këtu. Një bearish divergence që përformohet, që po formohet tani, dhe kështë një shenjë që mund shkoj pak më thellë, gold ndoshta shkon prapë te zona 2900 para se bën një valë serioze për larg. Kemi dhe bondin 10 vjeçar. Që po konsolidohet tu dhe mund të rritet dhe kjo njëkohësisht me tregun e përgjithshëm. Unë doja të bënte një testim tu dhe një ulje pak më thellë. Unë kam filluar që të studioj pak uraniumin. Edhe mendoj që mund të ketë një rritje. Si sektor mund të shikoj se që të investoj të ndonjë aksion ose të blej ETF të uraniumit. Që kem të ura, po shikoj këtë rritjen e uraniumit, këtu doja ta traktoj më parë, po nuk është që pati ndonjë rritje sektori në përgjithësi. Kemi këtë zonën këtu. Është për të parë, për të studiuar, po më pëlqen në temi se si mund të formohet, që mund të ikë herë lart, herë poshtë, herë lart, herë poshtë, pastaj ndoshta ndonjë rritje te kjo zona maj, që mund bëhet në temi një formim i tillë. Po e studioj mirë uraniumin, edhe kemi për ta parë këto javët në vazhdim në podcastin ton, në këtë format që po e bëjmë, por dhe në Telegram. Ili ndonjë gjë tjetër për shtuar këtu? Jo, to përgjithsisht, siç thamë, ishte një javë më shumë lajme, po që nuk është mbështuar ndonjë gjë. Për kam mbetet, edhe vazhdojmë të presim për shenjat e një shorti ose një longu gjatë. Po. Okej, ka që ishe për sot. Shumë faleminderit që e keni dëgjuar podcastin deri në fund. Për ju që doni të bëni pjesë e Tradecastit dhe ju ftoj që të na ndiqni në YouTube, por gjithashtu të bëni pjesë e Telegramit, ku tani kemi gati 1000 antar që diskutojmë ide të ndryshme, kripto, stocks, dhe kemi një grup shqiptar, një grup anglez. Edhe besoj që në muaj dhe në vitin e vazhdim të bëhet edhe më i madh si grup, sepse ne, si po shikoni, ne jemi shumë serioz në investime dhe mundohemi që të ndajmë informacione sa më serioze të sakta me ju. Gjithë linqet e media socialeve i keni më poshtë te përshkrimi i videos. Faleminderit, shihni mirë. Faleminderit Irdi.